Ju përshëndes gjithëve, ndodhemi në njësinë administrative Bukq, në rrugën e fshatit Bilaj. Kjo është rruga, është totalisht amortizuar në disa segmente të saj. Kjo është pjesa e tretë e amortizimit, janë dy pjesë tjera ku kthehesh tek rruga Bukqit për me marrë djathtas. Ndërkohë nga ana tjetër kjo rrugë që lidh Bilajin me Murshinën apo me pjesë tjera të fshatrave tjerë është totalisht e amortizuar. Ju do keni mundësi edhe nga video në vijim për të parë të gjithë të segment rrugor se si është situata e rrugës pikërisht në fshatin Bilaj, ku jeton një komunitet mjaft i madh njerëzish dhe i duhet që të përballen pikërisht me këtë gjë. Jo vetëm kur bie shi, por edhe në ditët me diell ngrihet pluri sipër dhe këtu është totalisht e pamundur për të kaluar dhe për të ecur normalisht, se sigurisht që ecet, por shikoni se si janë gropat. Kjo është një dëshmi rrënqetëse e rrugëve, të cilët janë lënë rrugës, siç ishte shpreha e famshme, por këto janë të gjitha dëshmi nga terreni. Prandaj bëjmë thirrje autoriteteve qeveritare që të vendosin dorë dhe të paktën të hedhin dhe ata asfaltin elektoral që po e hedhin tani nëpër lagje, ta hedhin edhe këtu dhe ne do t'i duart rokasim, nuk ka asnjë problemi, vetëm t'ja u lehtësojnë jetën këtyre banorëve.